Nëse kjo po të ndodh, nuk është rastësi. Vlem për këto shenja. Ka momente kur disa gjëra fillojnë të përsëriten dhe nuk duken më si rastësi. Një ndjesi që rikthehet, një situatë që përsëritet, një mendim që nuk të lë rehat dhe fillon të pyesësh veten nëse ka një kuptim më të thellë. Astrologjia sugjeron se ka periudha kur këto sinjale bëhen më të forta dhe më të dukshme për disa shenja. Nuk është thjesht një ndjenjë kalimtare. Është një moment ku diçka po përpiqet të drejtojë drejt një zgjedhjeje ose një ndryshimi. Por jo të gjithë do ta kuptojnë këtë. Nëse këto gjëra po të ndodhin, mund të jetë pikërisht sinjali që ke pritur. Akrepi. Një ndjesi e brendshme që rikthehet vazhdimisht mund të jetë një sinjal që nuk duhet injoruar. Një situatë që përsëritet në forma të ndryshme mund të tregojë se ka diçka që duhet kuptuar më thellë. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të reflektuar dhe për të mos e shtyrë këtë ndjenjë për më vonë. Një reagim, një bisedë ose një moment i papritur mund të japë një qartësi që nuk e kishe më parë. Nëse i kushton vëmendje këtij cikli që po përsëritet, mund të kuptosh se nuk është rastësi dhe se po të shtyn drejt një vendimi që duhet marrë. Binjakët. Një informacion që të vjen në mënyra të ndryshme mund të duket si diçka e zakonshme, por në të vërtetë mund të jetë një sinjal që kërkon vëmendje. Një mesazh, një bisedë apo edhe një ide që përsëritet mund të bëjë të mendosh ndryshe për një situatë. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të dëgjuar dhe për të analizuar çdo detaj që po përsëritet. Nëse nuk e injoron këtë model dhe i kushton vëmendje, mund të kuptosh se kjo nuk është rastësi dhe se po të drejton drejt një drejtimi të ri. Luani. Një situatë që të vendos shpesh në të njëjtën pozitë mund të jetë një sinjal që kërkon një ndryshim në mënyrën se si po vepron. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të reflektuar dhe për të parë nëse duhet të bësh një zgjedhje ndryshe. Një moment i papritur mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk po ndodhin pa arsye. Nëse i kushton vëmendje këtij modeli dhe nuk e injoron, mund të kuptosh se kjo është një mundësi për të dalë nga një situatë që nuk po të çon përpara. Peshqit. Një ndjesi e fortë që nuk largohet mund të jetë një nga sinjalet më të qarta që diçka nuk është rastësi. Një situatë që lidhet me një person ose një plan personal mund të bëjë të ndjesh se duhet të reflektosh më thellë. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të dëgjuar intuitën dhe për të mos e injoruar atë. Një moment qetësie mund të ndihmojë të kuptosh se çfarë po përpiqet të tregojë kjo ndjenjë. Nëse i beson këtij sinjali dhe nuk e shtyn për më vonë, mund të kuptosh se po të çon drejt një ndryshimi të rëndësishëm. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën sinjal nëse mendon se kjo që po ndodh nuk është rastësi për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.